Audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Allah në falenderojmë, pejgamberit alayhi salatu wa salam, salata dhe salame i dërgojmë. Dërun Allahzën, feja islame se që dim, është feja e përbëm prej ligjeve dhe rregullave të caktuara, e këto natyrisht i ka përcaktuar i gjithdijshmi Allah subhanahu wa taala, e të cilat pastaj përshtaten çdo kohë, çdo vendi dhe çdo personi, nga se Allahu na ka kriju dhe vetëm ai e din se çka është e përshtatshme për njeriu në kohën në të cilën jeton. Prandaj ne që i përkasim kësaj feje duhet me pas parasysh një rregull bazik të fesë islame, e që është se ne duhet të pranojmë çdo sen çka Allahu e ka përcaktuar në Kur'an dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithet e tij, pa marrë parasysh se a kemi mundësi me praktiku në rrafshën, domethënë a kemi mundësi me bën rrafshën praktik atë vepër. Po e bi një shembull për me pas sa më të qartë që po du më thonë, para se me dalte asgjësuesi i tretë i veprave të mira. Allah i madhreshëm në Kur'an e ka përmendur se alkooli është i ndaluar. Prandaj ne kemi dy lloj njerëzish sa i përket kësaj ndalese që Zoti e ka përmendur në Kur'an. Kemi një person që i thot vetes musliman, ndoshta falet, ndoshta agjeron, mirë po është i spravuar me pirjen e alkoolit. Dhe e pi alkoolin. Dhe kur e pyet se a e di se Allahu e ka ndaluar alkoolin dhe është haram, thot po e di mirë, po nuk po muj me lan. Ky person te Zoti është mëkatar, nga se në rrafshin praktik nuk ka mujt me lan, domethënë e ka bërë këtë shkelje, mirë po në aspektin e zemrës e ka pranuar si të tillë, do thot e pranon se është haram dhe i ndaluar, nga se Allahu kështu e ka përmendur në Kur'an. Dhe kemi një person tjetër, i cili ndoshta falet, ndoshta agjeron dhe nuk e pi alkoolin. Mirë po nuk e pi pse beson që është haram. Kur e pyet pse s'po e pi alkoolin, thot po nuk e pi se është i dëmshëm. Mirë po jo pse është haram. Ka sa është nga langu i rrugës e kështu me radhë. Pra në ky person i dytë të Zotit konsiderohet i dal nga feja, jo musliman. Për çfarë arsye? Nga se e ka mohu një rregull që Zoti e ka përmendur në Kur'an si të ndaluar. Do të thotë, çdo sen që Allahu e ka përmendur në Kur'an dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithet e tij, ne duhet të pranojmë si të tillë, pa marrë parasysh a është në kundërshtim me çefët tona, me interesat tona e kështu me radhë. Sepse në momentin kur nuk e pranon, atëherë automatikisht del nga feja. Për këtë Allahu i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasallam në hadith në një ajet kuranor duke i thënë fastaqim kama umert. Pra, qëndro ashtu siç ka urdhëruar Zoti. Pra, mos prit që feja duhet më të përshtat ty. Ti duhet më përshtat fesë. Nga se feja është, do thot, e kompletuar nga Allahu subhanahu wa taala që është i gjithdijshëm. Prandaj ne duhet i përshtatemi fesë dhe jo të presim që feja të na përshtatet neve, nga se në këtë mënyrë do të obligohemi që të bëjmë ndryshime çashtu siç kanë bërë umetet para umetit islam, para umetit të pejgamberit alayhis salam, ku pastaj e kanë merituar dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj me neve sot është asgjësuesi ose shkatëruesi i tretë i veprave të mira. Do të thotë i cila i shkatëron veprat në tërësi. E kjo është të mos e konsiderosh jo musliman, të mos e konsiderosh pa besimtar atë që Zoti e ka konsideruar pa besimtar, ose të dyshosh në kufrin e tij. Do të thotë, në qoftë se Allahu subhanahu wa taala i ka thënë dikujt jo musliman, ose i ka thënë pa besimtar në Kur'an, dhe ti pastaj thu, jo be edhe ky ka mundësi me shpëtu në botën tjetër, edhe ky e ka mirë, atëherë automatikisht ti del prej fesë. Për çfarë arsye? Nga se e ke mohu një rregull që Zoti e ka thënë ndryshe. Ke para. E dyta, të dyshosh. Pra ti je musliman, falesh, e di se Islami është feja e vetme që Zoti e ka zbrit, që Zoti e ka përcaktuar për njerëzimin, pastaj thu kështu. Po, Islami është feja që Allah e ka përcaktuar për njerëzimin. Mirë po ka mundësi edhe këto tjerë që e besojnë në formën e tyre, ka mundësi që Zoti do të thotë mi thonë botën tjetër edhe ju jeni të falt. Edhe juve pasi që jeni munu, kam ja fal. Momentin kur ti dyshon dhe thu ka mundësi edhe këto me pas mirë, automatikisht del prej fesë, nga se besimi nuk pranon dyshim. Besimi është bindje. Do thotë besimi është bindje, ja është mirë, ja është keq, nuk ka mes këtyre dyjave. Do thotë ne që jemi musliman, disa gjona i kemi të prejme, sidomos në rrafshin e besimit. Prandaj, në qoftë se ti nuk e shpall pa besimtar, atë që Zoti e ka shpall pa besimtar del prej feje, edhe në qoftë se agjeron dhe falesh.
ose në qoftë se dyshon në kufrin e tina, duke thonë, po na jemi në rrugën e drejtë, mirë po ka mundësi, ke mirë po, apo ama, atëherë jep me kuptu që je duke dyshu dhe automatikisht e Zoti konsiderohesh si pabesimtar. Prandaj nderuar vëllezër, çështja e tekfirit, që është term fetar, është prej fesë. Pra tekfiri, ti bësh tjerë pabesimtar, ti bësh tjerë qafira, është prej fesë. Mirë po është prej fesë kur përdoret me rregulla të caktuara dhe nga personat kompetent. Prandaj këtu kemi dy ekstreme. Kemi ekstremin e parë që bëjnë qafira, që bëjnë pabesimtar musliman të tjerë pa ndonjë rregull caktuar. Kur ta këshosh, mbesin tek ta vetëm disa musliman. Këta padyshim që e kanë gabim. Dhe janë shumë ekstrem. Dhe kemi ekstremin e dytë, të cilët nuk e bëjnë askan qafir, nuk e bëjnë askan pabesimtar. Pra dhe këta e kanë gabim natyrisht. Mirë po ne ehlus sunnet jemi mesatar dhe ne e bëjmë pabesimtar atë që Zoti e ka bërë pabesimtar dhe pastaj tek musliman kur bëjnë vepra të kufrit e zbatojmë me rregulla të caktuara që inshallah kemi më sqaruar pas pak minutash. Dërun vëllazën këtu pastaj e kemi edhe një keq kuptim që ndodh nga masa e gjerë që e mohojnë këtë rregull mbi bazën se mos po ofendohet tjetri. Pa duke arsyetuar mohimin e tij ose thymjen e kësaj rregulle se mos po ofendohet tjetri, mos po i thyen ndjenja tjetrit e kështu me radhë. Po ne, në qoftë se Allahu ka thënë për dikën se është pabesimtar, ka thënë për dikën se është prej banorëve të zjarrit ku do të qëndroj përgjithmonë. Ne jemi musliman. Feja jonë ka rregulla, ne këtë rregulla çashtu siç na ka thënë Allahu i shpjegojmë. Pa marr parasysh a ndihet keq dikush, pa marr parasysh a ofendohet dikush. Ne rregulla duhet më shpjegoj çashtu siç Allahu na u ka shpjeguar neve. Prandaj askush nuk bën mundi i ofenduar, në qoftë se i përket fesë tjetër ose ndonjë besimi tjetër dhe ne i themi atij se mbas teksteve kuranore, mbas fesë tonë, ti je pabesimtar. Ti nuk je musliman. Çashtu që nuk bën ne mundi të ofendum edhe keq, kur dikush na thot prej krishterëve për shembull, se ti nuk je i krishter dhe ti sipas besimit ton, në qoftë se nuk e përqafon fenë e krishtere, ti do të jesh në ferr. Pra ne nuk ndihemi të ofendum nga se ne kemi një besim dhe e dim se cilës vi i takojmë dhe ku të çon besimi jon. Prandaj kjo, domethënë ky detaj duhet të ketë parasysh nga se shpesh njerëzit e mohojnë këtë, e thyn këtë rregull, e nuk e dinë rrezikun që ka thyrja e kësaj rregullës tek Allah subhanahu wa taala që mund ta nxjerrë njeriu nga feja. Për këtë Allah ka thënë: "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Kushdo që kërkon fe tjetër përveç fesë islame, domethënë ai është refuzuar dhe në botën tjetër do të jetë prej të humburve. Prandaj ne e dimë dhe kemi parasysh se shahadetin të cilën ne e shpjegojmë dhe që është çelësi i islamit, çka është shahadeti? Në shahadet ne kemi mohim spari, pastaj kemi pohim. La ilahe. Pra ne mohojmë çdo lloj zoti, ne mohojmë çdo lloj besimi, ne mohojmë çdo lloj ligji që ka përshkruar dikush tjetër illa Allah përveç asaj që e ka caktuar Allah. Pra ne në shahadet kemi mohim dhe pohim. Pra ne mohojmë çdo lloj besimi tjetër dhe pohojmë përveç atë që Allah e ka caktuar dhe që është Islami. Për këtë Islami, çka është Islami? Sepse shpesh herë edhe këtu kemi keq kuptime, që e ngushtojnë shumë fenë tonë islame duke u mundu me përshtat për njerëzit, a feja është e përshtatshme vetë, ti përshtatu fejes, jo ne më ta përshtat fenë ty. Po kush do le të besoj, kush do le të mohoj, Allah ka thënë në Kur'an. Prandaj, çka është feja islame? Thonë Islami është paqë. Paqja është një pjesë e Islamit, Islami nuk është paqë. Islami çka është? El istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Don Islami është ti nënshtrosh Allahut në njëshmëri. Pra ta bësh Allahun të vetëm. Në çdo sen që Allahut i takon, dhe është e posaçme vetëm për Allahun. Do të thonë Allahun ta vendosësh shtyparen në çdo sen. Wal inqiyadu lahu bit-ta'a, dhe t'ju bindesh atij në rrafshin praktik. Pra çdo sen, çdo vepër që është adhurim, t'ia dedikosh vetëm Allahut. Dhe ti nënshtrosh atij në praktik. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Dhe të distancohesh prej shirkut, prej çdo lloj vepre e cila mund ta rrezikojë besimin tënd e që prej tyre janë këto rregulla që ne po i mësojmë. Dhe kjo rregull që të mos e bësh qafir,
të mos e bësh pabesimtar atë që Zoti e ka bërë pabesimtar, natyrisht që është thymbje kësaj rregulle dhe pastaj është thymbje edhe Islamit, nga se definicioni i Islamit është që të largohesh prej çdo lloji vepre e cila ta dëmton, do thotë, ose ta azgjëson veprën tonë që është Islami. Prandaj në vëllezër, si rregull e parë, nga se tham tekfiri ose ti bësh të tjerët pabesimtar, është prej Islamit, mirë për në qoftë se përdoret me rregulla të caktuara dhe nga personat adekuat, dhe inshallah sot kemi shpjeguar disa prej rregullave. Kana duhet me bë çafer. Kana duhet me bë pabesimtar. E para, çdo kënd që Zoti e ka konsideruar si të tillë, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për shembull, Allah ka thënë në Kur'an: "Innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha." Allah ka thënë, me të vërtet ata të cilët kanë mohu prej idhëtarëve të librit dhe politestët, do të jenë në xhehenem ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ehlul kitab janë të krishterët dhe jehudët. Pra Allahu për ta po thonë që janë mohues, janë pabesimtar tek Allah subhanahu wa taala. Prandaj edhe ne i konsiderojmë si të tillë, jo për t'i ofenduar, mirë për shkak se Zoti kështu ka vendosur për ta. Dhe ne e pranojmë si të tillë. Në qoftë se dikush prej muslimanëve thotë se edhe ata do të shkojnë në xhenet, edhe ata ka mundësi që e kanë mirë, automatikisht kjo e nxjerr njeriu nga feja islame. E dyta është ta konsiderosh pabesimtar atë që bën kufër ose shirk të qartë dhe thratë. Për shembull, kemi grupacione të shijave të cilët e konsiderojnë Aliun radhiyallahu anhu e konsiderojnë Zot dhe thrasin ta. Thonë, bëjnë shirk qartë, thrasin shirk qartë, atëherë padyshim që edhe ne këto i konsiderojnë pabesimtar, dhe kush nuk i konsideron, do të thotë konsiderohet i dal nga feja islame. Dhe e treta, rregulli i tretë, e këtu që është tema e diskutimit dhe keqkuptimet që janë bërë të kësaj rregulle, pra tham, kjo rregull është prej fesë, po kur përdoret me rregulla të caktuara, e ka prej muslimanëve ose prej thirrsave të cilët e kanë keqkuptuar këtë rregull dhe pastaj i kanë bërë të tjerët prej muslimanëve qafira, nga se ju nuk po i bani qafira ato që i kanë bëhë xhollarë tonë qafira, dhe si të tillë jeni të dalë nga feja islame. E kjo padyshim që është tregon për mendjen e cektë të tyre dhe për ignorancën dhe paditurinë e tyre që e kanë. Nëse ndëgjoni mirë tash këtë rregull që do ta shpjegoj, nga se është prej rregullave bazë që njerëzit i kanë keqkuptuar dhe pastaj do thotë e kanë deformuar këtë rregull. Nëse kemi një musliman, të dy të parat s'ka diskutim mes në dietarëve. Ata që nuk i përkasin fesë islame thonë nuk jemi musliman. Po kur dikush nuk e konsideron veten musliman, ç'është i bëhet me shtim e dhun? Nuk e konsideron veten musliman, sa është musliman, u kry. Nëse dikush i bën shirk Allah, duke thënë se Ali është Zot, u kry puna e tij. Po tash e kemi rregullin e tretë, nëse dikush falet, agjeron ose thot jam musliman, thot shahadetin e kështu me radhë, dhe bën ndonjë vepër që Allahu ka thënë se kjo vepër është kufër, ose pejgamberi alayhi salatu wasalam. Çish me trajtu këtë person? A duhet më thonë çafer? Tash ta duhet më shikoj në dy aspekte. E para duhet ta shikojmë veprën. Veprës që Allahu i ka thonë kufër ose e ka thujt, do të thonë mohem. E shikojmë, a është kufër i madh apo është kufër i vogël? Nga se në Islam, çashtu që kemi shirk të madh, kemi shirk të vogël. Çashtu që kemi haram të madh, kemi haram të vogël. Po ashtu edhe te kufri, çashtu që kemi kufër të madh që nxjerr njeriu nga feja, kemi edhe kufër të vogël që nuk e nxjerr njeriu nga feja. Prandaj e shikojmë veprën. Nëse kjo vepër konsiderohet prej kufrit të vogël, ti personi ja tërheq me vreqën dhe i themi se je duke bërë gjuna, mirë, po kjo gjuna nuk nxjerr nga feja. Për shembull, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Men halafa bi ghayri llahi faqad kafar aw ashrak." Kushdo që betohet në dikën tjetër pos Allahut ka bërë kufër. Kushdo që betohet në dikën tjetër pos Allahut ka bërë kufër. Po kemi shumë namazfalës të cilët betohen në fëmijët e tyre. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë që ky person ka bërë kufër. A më thon ti pabesimtar? Pse se nëse nuk i themi, hoxha e ka shpjeguar rregullën që nëse nuk i thu qafer, që ati që Zoti ose pejgamberi ka thonë qafer, ti del prej fesë. Po jo, kjo është keq kuptim. Pse se këto është kufër i vogël. Po ky ka bërë gjuna. Mirë, po gjuna që nuk e nxjerr njeriu nga feja.
Ose pejgamberi alayhis salam për shembull e ka qujt kufër edhe në ato që vajtojnë për të vdekurin. Pra i ka ndodhur një fatkeqësi dikujt, ai ka vdekur fëmia, prindje kështu me radhë dhe çon me të madhe, vajton. Tash kjo është kufër, mirë po gjuna nuk është kufër që nxjerr njeriu nga feja. E qartë? Pra kjo është sa i përket nëse ka bërë muslimani kufër të vogël. Në qoftë se ka bërë kufër të madh. Pra e ka bërë një vepër që në fe konsiderohet kufër i madh që nxjerr njeriu nga feja. Tash, a duhet mi thonë me njëherë këtij çafer? A duhet mi thonë me njëherë pabesimtar? Jo. Ka rregulla në për të cilët duhet të kalojnë ky person e pastaj të zbatohet, do thotë kufri mbi të. Janë 7 pengesa dhe 7 kushte që duhet i plotësoj personi, pastaj mi thonë qafer apo jo. E pastaj kush ka drejt që këtë person ose këto rregulla mi zbatu mbi personin kompetent, mi thonë është hoxha ose është dietari dhe jo xhamati thjesht. Dhe këtu ka ndodhur keq kuptime. Thotë hoxha do ta marr personin dhe t'ia sqaroj. Ndoshta e ka thonë nga padituria, për shembull. Në qoftë se një person e shkel në Kur'anin ose ulet mbi Kur'an, me vetdije, ky person del prej fesë. Apo, mirë po në qoftë se një person është i verbër ose nga mos dija që është Kur'ani aty e shkel pa hiri, pa qëllim, a del ky person prej fesë? Jo, pse nuk është, do thotë, i mungon dija. Nuk e ka bërë me qëllim. Prandaj edhe tek veprat e kufrit, që po i shpjegojmë ne, duhet ta marrim personin dhe ta shikojmë. A është i vetëdijshëm për atë që e ka bërë dhe të kalojmë në për 7 pengesa dhe 7 kushte dhe pastaj hoxha ose dietari në qoftë se e shet të rrugës se ky person i ka plotsu kushtet, andaj ka të drejtë që ky mi thon këtij pastaj pabesimtar. Është kjo. Mirë po edhe kur hoxha i thot dikujt pabesimtar, nuk bën që më ia imponu të tjerëve mi thon, pse se të tjerët ndoshta ai nuk i ka plotsu kushtet. Pra kufri i tina është bërë me angazhimin e këtij hoxhës, që e ka pa të rrugës që ky person i ka plotsu kushtet mi thon qafer. Mirë po të ndonjë hoxh tjetër, ndoshta nuk i ka plotsu kushtet. Prandaj rregulla, keni vëmendje, rregulla që të mos e bëjmë qafer, ato që Zoti e ka bërë qafer, çat prej fesë, vlen të dy të parat, që i shpjegum. Te treta, që muslimani ban ndonjë vepër të kufrit, kjo pastaj varet prej personit që e gjykon. Varet prej personit që e gjykon. Dhe po ashtu ndërmjet vëllezër, një rregull që duhet me pas parasysh, e që është bastardu kjo rregull shumë fatkeqësisht, është se do thotë tekfiri ose ti thush dikujt na qafer, nuk ka reciprocitet këtu. Thotë veç po i tham qafer veç pse po më thot ai mu qafer. Jo. Pra nuk është prej rregullave që të lejohet ty mi ia kthy të njëjtën monedhë. Për çfarë arsye? Nga se ti thush dikujt na qafer. Është dispozitë fetare. Dhe është prej dispozitave më të rrepta që Islami ka shtrënguar ta. Për shembull, pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Kushdo që i thot tjetrit o qafer, o pabesimtar, atëherë çaja do të kthehet te njëri prej tyre. Nëse me të vërtetë e ka merituar dhe është ashtu siç ka thënë, ja boft hajrin. Mirë po në qoftë se ai nuk e ka merituar këtë shprehje, kjo do të kthehet tek vetë personi që ka gjykuar. Pra nuk është çështje e lehtë. Dhe për këtë po duam të tregu dhe më përmbyll me një hadith ku ka ndodhur në një luftë. Ka ndodhur tek Usame ibn Zeid, që ka qenë prej njerëzve më të dashur te pejgamberi alayhis salam. Kanë qenë në një luftë dhe gjatë luftimit me pabesimtar ka puna që shkurtimisht po i bi, ka puna që Usame me mbyt një person. Mirë, para se me mbyt, kur e ka pa ai filani pabesimtar që ka qenë, duke e mbyt, duke do thotë shpatur mbi kokën e tij, e ka shqiptuar shahadetin. Ka thënë la ilaha illallah. Dhe Usame ibn Zeid ka më mbyt dhe po e sheh shpatën mbi kokën e tij, ja merr mend se ka thënë nga frika dhe kësaj do të thonë nëse e shikojmë parimisht, kë ka thënë shahadetin nga frika dhe e mbyt. Dhe i vjen lajmi pejgamberit alayhis salam se Usame ibn Zeid e ka mbyt një njeri në luftë pasi që ka thënë shahadet. Atëherë pejgamberi alayhis salam e thirr dhe e çarton aq fort, e çarton saqë i thot: "A e ke mbyt pasi që e ka thënë shahadetin? A e ke mbyt pasi që ka thënë la ilaha illallah?" Thotë ai dërgumi i Zotit. Po e ka thënë nga frika. Prandaj ka ardhur më të mbyty. Dhe ti po e mbyt, ai vetëm po e thot shahadetin.
Thot e ka thonë nga frika. Thot aja ke hap zemrën ti me di se e ka thonë nga frika apo jo? Thot çka do të bësh me fjalën la ilaha illallah në ditën e gjykimit? Usama ibn Zeidi thot oj dërgumi i Zotit, kërko falje për mua. Pejgamberi alayhis salam vetëm ja vazhdon duke ja përsërit këtë shprehje duke thënë çka do të bësh me fjalën la ilaha illallah në botën tjetër. Saqë Usama ibn Zeid nga përsëritja e tepërt e këtij çortimi nga pejgamberi alayhis salam thot se kam dëshiruar që deri në atë moment të mos isha musliman. Pa aq shumë jam dirë keq. Pse e ka mbyt një njeri që ka ardhur të luftuti, vetëm pse e ka thonë shahadetin pejgamberi alayhis salam aq shumë e çerton. Prandaj ndërun vëllazër, të çështja e tekfirit duhet me pas parasysh. Jo çdo kush ka të drejtë me bë tekfir. Jo çdo kush, jo ndaj çdo kujt duhet të bëjmë tekfir. Do thotë edhe në qoftë se Allahu dhe pejgamberi alayhis salam e ka thonë ndonjë vepre kufër, ton rregullat e përgjithshme kur të qesim në rrafshin personal ose kur të qesim te personi kompetent ose te personi i përveçëm konkret, ka rregulla të tjera që duhet ndiqen. Jo çdo kush që ka bërë vepër të kufrit e meriton emrin kafir. Jo çdo kush që ka bërë vepër të mallkuar e meriton emrin mallkues. Për shembull, po e bjell një shembull për me pas më të qartë dhe inshallah me këtë po e përfundoj. Pejgamberi alayhis salam ne e dim se ka thënë se Allahu i ka mallku ata të cilët e pin alkoolin. Apo. Kone pejgamberit alayhis salam ka qenë një sahabi i cili ka konsumuar alkoolin. Dhe çdo herë që ka pi alkool, atëherë musliman natyrisht që prej rregullave të islamit është që të kamxhikoset me 40 kamxhik. Mund të rrihet. Kështu që njëri prej sahabive vjen një moment aq shpesh duke zbatuar këtë rregull, vetë thot Allah e mallkoft. Që s'po merr vesh, pe alkool rre, s'po merr vesh. Pejgamberi alayhis salam i tha mos e mallko. Pse se ky është njeriu që e don Allahun dhe pejgamberin e tij. A është ky pejgamber që i ka thonë atij ai që e pe alkoolin, është i mallkuar po. E pse këtu po ndalen me mallku këtë person? Nga se kjo është në përgjithësi. E pastaj kur e çesim këtë rregull në personin konkret, ka rregulla tjera. Jo çdo kush që bën vepër të kufrit e meriton emrin kafir dhe jo çdo kush që bën vepër të mallkuar e meriton, domethënë emrin mallkuar. E meriton epitetin mallkuar. Prandaj ndërun vëllazër, kjo është shkurtimisht disa rregulla sa i përket kësaj teme. Prandaj ajo që duhet me pas parasysh është që ne duhet kemi kujdes në gjykimin ndaj të tjerëve, nga se fjala e dal prej gjuhëve tona nesër do të na hakmirën në botën tjetër. Për këtë arsye është thënë, ti je zotëri i fjalës tone derisa ta nxjerrsh. Në momentin kur ta nxjerr fjalën, ajo pastaj bëhet, do thotë zotëri e yt e ti bëhesh rob i saj. Prandaj ne e dim se Allahu do të na merr përgjegjësi për çdo send që e themi, të kemi kujdes çka themi, në qoftë se nuk jemi prej dietarëve, prej hoxhallarëve, do thotë akreditum, nuk bën që ne mi marr mbi supet tona përgjegjësitë që nuk na takojnë. Prandaj lutem Allahun e Madhreshëm të na falë, na mëshiron. Lutem Allahun e Madhreshëm që të sëmurët tonë Allahu të shëroj, të vdekurit tonë Allahu të mëshiroj. Walhamdulillahi rabbil alamin.